Transmetohet prej Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i cili ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se po ju rekomandoj, po ju porositi të i bëni një 3 çështje dhe njëkohësisht ju porositi që të distancoheni prej 3 të tjera. Thanë ja Rasulullah, cilat janë ato çështje që ti po na porosit mi u përmbajt, dhe cilat janë ato 3 çështje që ti po na porosit me u distancu prej tyre. E para tha, en ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Ju këshilloj që ta adhuroni Zotin e Madhërisëm dhe të mos i bëni shok atij. Pra ta adhuroni Zotin një të vetëm, i pa fillim dhe pa mbarim, dhe të mos i bëni shok Zotit të Madhërisëm. E dyta tha, wa an ta'tasimu bihablillah, dhe të kapeni fort për litarin e Zotit të Madhërisëm, dhe në këtë rast litar e ka quajtur Zoti Kur'anin familjar, pa diçka që i përmbash, kapësh për te. Ta kapuni për Kur'anin familjar dhe ta kuptoni mirë jetën e kësaj bote dhe botën e përjetshme. Dhe e treta tha, respektoni, ndëgjoni ata të cilët ju udhëheqin në rrugën e hajrit në jetën e kësaj bote. Këto janë 3 porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thanë ja Rasulullah, cilat janë ato 3 tjera që ne duhet mu distancu prej tyre, mos mu marr me to, mu largu prej tyre. Tha qile wa qal, largoni prej fjalëve i thash dhe më ka thonë, me çfarë fjale distanconu prej thashë thënëve. E para. E dyta, wa kathrati sual, dhe largoni prej pyetjeve të shumta, bisedave të kota, të panevojshme. Dhe e treta thot, dhe keni kujdes dhe mos e humbni pasurinë në rrugën e gabuar. Pra, një porosi e madhe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka të bëjë direkt me jetën, me moralin, me etikën njerëzore.